Departamenti Amerikan i Tregtisë ka njoftuar planet për vendosjen e tarifave deri në nivelin 3521% ndaj importeve të paneleve diellor nga 4 vende të Azisë Juglindore. Lëvizja erdhi pas një hetimi që nisi një vit më parë, kur disa prodhues madhor të pajisjeve diellore në SBA i kërkuan administratës së presidentit të atëhershëm Joe Biden që t'i mbronte ndaj konkurrencës së pandershme krijuar nga produktet e kompanive kineze me çmime padrejtësisht të lira në tregun amerikan. Tarifat e shënjestrojnë kompani në Kambodja, Tajland, Malajzi dhe Vietnam. Ndërkohë, një tjetër agjenci amerikane, Komisioni Ndërkombëtar i Tregtisë, pritet që në muajin qershor të marrë vendimin përfundimtar për këto tarifa, të cilat variojnë nga kompania në kompani dhe në varësi të vendeve ku prodhohen produktet. Me tarifat më të larta në nivelin 3521% pritet të përballen disa eksportues të pajisjeve diellore në Kambodja, për shkak se nuk kanë bashkëpunuar me hetimin e Departamentit Amerikan të Tregtisë. Produktet e prodhuara në Malajzi nga kompania kineze Jinko Solar do të tatohen vetëm me 41%. Një tjetër kompani kineze, Trina Solar, do të përballet me një tarif prej 375% për pajisjet diellore që prodhon në Tajland.